Oh my God, what is going on, man? What the hell? Crazy gjithandaj. Qa bëri shuna? Mirë kaluat me këtë borën, si ja qoni, Alda? Oh my God, më është bërë keq fare kjo bora. Oh, man, I can nga 3 fit, dje 1 fit, s'kemi marrë frym, do lançoja. Oh, jemi gati. Fillojmë. Gati. Excuse me, gati regjistrimet. Ju përshëndes të gjithve me mua Altinin këtu nga 440 Boston Podcast. Do jetë një episod gjigant marramendës, është terrifik. Episodi yni 41, ne jemi podcasti numër 1 në Amerikë, jemi podcasti I parë që është hapur këtu në Amerikë, në Boston, Massachusetts. Jeni në episodin e 41 këtu me mua Altinin. 5:20 e thëna Shqip. Main focus do jetë kush t'ja dhuroi, kujt ja kaloi të gjitha pronat e tij Jeffrey Epstein. Kush është kjo grua që asnjë nuk flet për atë? Do vim pas pak tek ajo. Por përpara se të shkojmë tek ajo, dua t'ju falenderoj të gjithëve për suportin e madh që keni treguar për podcastin ton. YouTube çmenduri fare nga 6.000 5.000, 3.000, 7.000, 12.000 views, likes, këtu duhet vite likes, po e shtyp Robin qika të butonin e lëshon gishtin, edhe në qovë se zdoni, beni si kur e rëshkisin këshu pa dashi edhe shtyp edhe I gishti like-ut. Dua komentet pa tjetër se më motivojnë për të punuar dhe dua çfarë keni ju dëshirë të dëgjoni që t'ja u bie me details. Që t'ju pëlqej dhe të merrni një informacion sa më të gjerë për çdo gjë që keni dëshirë. Gjithashtu do më ndihmoni mua, is big feedback for me too. Për mua është big feedback. So, dua të shikoj komentet tuaja, se 6.000, 7.000 views edhe asnjë koment tash, ore. Jeni në Terezi ju apo jo? Bëj shaka. Facebooku unbelievable, 50.000 views, 30.000 views, 1.000 komente, 3.000 likes, 120.000 views. Edhe I gjithë ky falenderim shkon direkt për ju. Thank you nga zemra. Dhe me njëherë kalojmë tek kush është Karina Shuliak. Po përpara se të vete tek Karina Shuliak, po siç ja u thash, main topic do jetë Karina Shuliak. Po para se të kaloj tek Karina Shuliak, se ka dhe emrin e bukur gjigant fara Karina Shuli, do ju jap një glimc të shkurtër për Jeffrey Epstein, për të gjitha emailët që janë bërë këto 3.500.000 faqe që janë bërë available online për të gjithë për të parë nga DOJ, Departamenti Drejtësisë Amerikane. Këto janë lançuar në datën, ishin pjesë e lançimeve të mëdha që janë bërë, po kjo ishte dora e fundit e nitratit në lushnjë, ishte dora e fundit që u nxor për publikun që u bë available online. Kjo u bë në datën 30 janar, like një javë më përpara, dhe u hodh online, si që thash, nga DOJ. Ka të mbledhura atje email-e, shkresa, foto, video. Po më lini të startoj me Jeffrey Epstein. Për çfarë akuzoi? Jeffrey Epstein akuzoi për trafik seksual të miturave, abuzim seksual sistematik, shfrytëzim dhe komplot për viktimat e tij. Ai nuk u gjykua përfundimisht sepse vdiq në burg. Këto gjëra kanë tronditur gjithë botën mbar, kanë tronditur Amerikën, Evropën, and you name it, beyond it, even the planets, me këtë maskarad, like unbelievable, me njerëz të papërgjegjshëm fare, me emailët që kam lexuar, që kam dëgjuar dhe me këto nga marr unë këto main sources për të bërë podcastin që unë zhbiriloj për të prur te ju një content sa më të pasur. Men, po u trondit bota, po qa bota, është tronditur bota, po gjoni këtu, po u kollit Amerika, qa I ke këte na Evropa, janë gjithë me grip, janë shtrirë, në krevat janë për spitale, duan komposton e kumlës të koka. Tani filloj me njerë, kush janë në Evropë?
Kush do ja vithe, më thoni mua ju, kush do ja vithe vendin e parë Prince Andrewt, men? I do bënte të pamundurën që t'ishte në vend parë. Me gjithë gruan e tij dukeshën e New Yorkut. Ish gruan e tij dukeshën e New Yorkut. Sarah Ferguson. Edhe është unbelievable, man, se kanë dy kalamaj të vegjël. Kanë dy kalamaj, dy princesha dhe prap bëjnë këto qerp si që më falni po flas me këtë gjuhë, po janë pedofili pa parë, men, allegedly pedofili pa parë. Dhe thjesht me dy kalamaj, me dy çupa, janë gjetur emailët. Kjo Sarah Ferguson me pa parë ish gruaja e tij nga Prince Andrew. Kjo në emailët janë zbulen kanë dalë. Ti u hodhe tek mua dhe kërkove të bëheshin friend bashkë, i tha më ke përdorur si ur për të arritur te Prince Andrew. Por megjithatë tha I love you, tha I like you, tha ti je ai vlla që un kurse ai vlla imi që un kurr nuk e kam pasur. Po çka kam lexuar një email tjetër, nuk merret vesh. Këtë ka marr vesh lately, tashi së fundmi. E marr nga një email që kam lexuar te këto që digun për të marrë informacion. Kishte ishte ky emaili, nuk është marrë vesh nga kush është dërguar, por i ka shkuar Jeffrey Epsteinit. Ajo goca i thot që erdhi nga Brazilia, ajo goca 9 vjeçe, është e pa parë, thot është super sexy, unbelievable. Më kalojnë të dridhura në trup kur e dëgjoj, men. Pedofilat pa parë, unbelievable, allegedly pedofilat pa parë. Gocë 9 vjeçe, gocë 9 vjeçe super sexy. Are you out of your mind? It's like, what are you talking about? I don't get it. I don't get it, man. It's that deep, man. Why are you... I'm getting speechless. Më kalojnë goosebumps, speechless, man. Speechless. Fëmia 9 vjeç doesn't know what he's doing in his life or where is he. Nuk ka iden akoma se ku është e çfarë po bën. Fëmia duhet vej, më falni, duhet vej 13 vjeç, kur vete 13 vjeç atëre fillon që i hapen çakrat, që merr vesh se kush është, fillon krijojnë atë karakterin, o mor propin e vet. Këta flasin për super sexy 9 vjeçe. Are you alright? You fucking bastard, man. Fucking piece of shit anyway. Politikan që janë përfshirë. E skipim këta. Politikan që janë përfshirë. I pari Bill Clinton. Ish president, ish pras me gjithë gruan e tij Hillary Clinton. Hillary nuk është përmendur në shkresa, po Bill Clinton, men, më shumë është përmendur Bill Clinton në shkresa në këto emaile se sa Jezusi në Bibël. Believe it or not, man, më shumë ai se sa Jezusi në Bibël, në Bible. Ata po përgatiten të dëshmojnë përpara Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve, House Oversight Committee në Washington DC, në Shtetet e Bashkuara, si pjesë e hetimit Kongresit për lidhjet e tyre me Jeffrey Epstein dhe Ghislaine Maxwell. Hillary Clinton është planifikuar të dëshmojë në 26 shkurt, sa i bie 2 javë? Like 20 days from now. Nësa Bill Clinton next day, në datën 27 shkurt. Po qas më pëlqen Hillary Clinton, si që ja u thash nuk është përmendë, po qa nuk më pëlqen? Nuk më pëlqen, I'm sorry. Çfarë nuk më pëlqen? Nuk më pëlqen allegedly ajo ka kërcënuar direkt dhomën e përfaqësuesve. Çfarë ju ka thënë atyre? Sepse parashikohet që kjo të bëhet dëshmimi para Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve bëhet me dyert të mbyllura, ndërsa Hillary Clinton ka kërkuar që të bëhet me dyert të hapura dhe të ketë kamera atje. Për mua allegedly kërcënimi i hapur. Pse? Efekti domino. You wanna make me involved in it, edhe do që të më dënoni, do ketë efekt domino. If I fall, në qoftë se unë bie, ju të gjithë do bini. Ju të gjithë, because I'm gonna come up with some names. Do dal me ca emra që të gjithë do çuditeni, tërë bota do çuditeni. Po, është bërë normale tani për ne. Çuditemi me këta pedofila, allegedly pedofila që kanë mbuluar tërë botën, it's crazy. Është unbelievable, and allegedly për mua është kërcënimi i hapur. Donald Trump, kush tjetër? Donald Trump, Donald Trump është përmendur
në korespondenca në emaile mbi 3500 herë. Por kjo nuk do të thotë që është inkriminuar se përmendesh në këto lista. Ka qenë dhe një gosë në Shqipëria, mos gabojmë, emri inicialet e para janë IT, më falni, like it, është it. Ka qenë në moshë të madhe, ka aplikuar për të qenë asistente e Jeffrey Epsteinit, mosha ka qenë në të madhe, moshë të madhe themi tani, se kur është 21-22 vjeqe, nuk është 9 vjeqe, moshë e madhe themi, po ka qenë në moshë që nuk ishte e mitur, si ishte 17, 16, apo 9. Por, çfarë do thoshja tjetër për Donald Trumpin? Tani, me që jemi të Donald Trump, si erdhi Donald Trumpi në pushtet? Donald Trumpi në pushtet erdhi me premtimet që bëri për të hapur dosjet e KLM, John Kennedyt dhe Epstein. Dhe me deportimin e klandestinëve që kanë kryer krime këtu në Amerikë. Dhe mbylljen e kufive. Prandaj edhe fitoi. Then make it happen. Pse nuk realizohet? Doja ta ndaja me ju, nuk e di pse se ndava, video e Kesh Patel kur flet dhe thot në një konferencë për shtyp, thot nuk ka dosje të Jeffrey Epstein, me gjithë Pam Bondin, prokuroren e Amerikës. Si nuk ka? Nuk ka në tavolinën, njerë than ka, pasaj tha nuk ka as një listë emrash në tavolinën time. Po tani, që dolën gjithë to lista e me gjithë këto emra, what are you gonna tell us? What are you gonna tell us? Big line, allegedly, big line. Next in line, kush është? Emmanuel Macron, presidenti i Francës. Kush është tjetër? Keir Starmer, kryeministri angles. Nuk ka lidhje personale ai me Jeffrey Epstein, po ai e dinte që Peter Mandelson kishte pasur kontakt me Epstein edhe pas dënimit të tij. Prap ai e emëroi atë ambasador të SBA-s, do të thënë ambasador të Francës në SBA. Dhe kur dolin emailët dhe faktet e plota, Starmer e shkarkoi Mandelsonin. Skandali tani është për gjykim të gabuar politik, jo për përfshirje direkte të Starmer me Epstein. Ka presion politik dhe kritika, por nuk ka prova për krim nga Starmer. Kë kemi nga biznesi dhe teknologjia? Ku do vemi ne pa këta kokat e botës, men, po prandaj themu nuk ka për të hyrë asgjë në këmbë, men, nuk ka për të hyrë asgjë në këmbë, se këta janë shumë bilionera në valle dhe këta mbrojnë njëri tjetrin. I pari, Bill Gates, CEO i Microsoftit, i dyti Elon Musk, CEO Tesla SpaceX, i treti Lex Wexner, CEO i Victoria's Secret. Po këte nuk e fusin burrin, se na duhet që na mban me këshu me gjera na këto të bukrat, breçka e sutjeçka. Anyway, ishte sa për shaka. Bill Gates dhe Elon Musk thonë, çfarë kanë thënë? Thonë se emrat e tyre dolën në emailët e Epstein për kontakt minimal, profesional ose social. Mohojnë çdo përfshirje në krime dhe nuk kanë qenë në ishullin apo aktivitet kriminale të tij. Po qa do thonë këta, i vdekur i s'flet dot, kush nuk është tu, se është një ligj këtu në Amerikë, këdo shajmë sot, apo për këdo flasim keq, apo kush i ka bërë gabimet, ai që s'është aty, kush nuk është, për shembull, je në një grup shokësh apo në punë, apo kush në është tu sot, Altini, po ai ka bërë gjitha, kur të vi Altinit nesme, okay, ditë e re, kismet i ri, flasim prap. Qa më kujtua këtu, më kuptua, ishte gjigande fare, më është kujtuar ai skeçi i luftarpajës në kohën e Enverit me stradën e Fierit, ka qenë në rolin e Canes. Canja një fshatar i thjesht në fshatrat e Fierit, kishte një lop i ziu, ja kishin vjedhur lopën. Edhe vete gjithë fshati për ta ngushëlluar. Hy njeri, kishe paje Cane. Ku e kishe mendjen? Ikte qy, vinde tjetri, kishe paje Cane. Ku e kishe mendjen ti, duhet kishe reaguar, du kishe bërë kështu, da kishe sigurat. Bum njeri dhe i kishe faj, bum tjetri dhe i kishe faj, u i tha që Cania, ore po ai që e vodhje, s'ka faj fare, vetëm unë e pas ka fajnë, po mire, pse, vetëm që Epsteini i ka faj e tëra, nuk kam faj këta që s'kan lënë me vrym miu atje pa futur në pëjishuj, allegedly, nuk kanë fare këta faj, vetëm që Epsteini, jo po ne venim për dokumenta, jo për në... Po amano, ju keni kompanit më të mëdha në botë me tërmend, prisnit t'ju zonde Epsteini se qa duhet bënit me stokun tuaj, apo me materialet tuaja, apo me qa kishit në për magazina, jeni alright apo s'jeni alright. Tani, që mund të lexosh në dokumentet e Epsteinit për Bill Gates?
në një sër dokumentesh të sapo publikuara të Departamentit të Drejtësisë të SBA-s, që përbëjnë pjesë të madhe të dosjes ligjore të Jeffrey Epstein, siç e theksua më lart, ka disa drafti email që Epstein ka shkruaj ndar vetes, ku ai pretendon se Bill Gates mund të ketë pasur një infeksion seksualisht transmetueshëm, quhet STD, pasi këtë e ka marrë pas marrëdhënieve me vajza të shumta ruse, allegedly. Tani, Gate më pas kërkonte antibiotik, madje pretendime sugjeronin se ai donte të jepte edhe fshehura zi gruas tij sa asaj kohe Melinda French Gates. Çfarë ndodhi? Ky kishte marrë STD nga femrat ruse dhe për mos ja transmetuar gruas, kërkonte te Jeffrey Epstein antibiotik që t'ja hite kësaj brenda në xhuz, kur të pinte ujë, që kjo kur të kishin marrëdhënie bashkë ta mos të kalon të kjo smundje tek ajo, mos të transmetoj STD-a. Tashi shumë media, shumë podcast e thonë, pse do i thoshte Epsteinit ai për ilaçe? Ai po donte kontaktonte këta big company CEOs like Mertz, like Johnson & Johnson, pse do i thoshte Epsteinit ai që s'ja ka iden fare? Është shumë e thjesht, killers, është shumë e thjesht, jashtë mase e thjesht, dhe pse s'mendoni të thjeshtëm, pse i komplikoni gjërat kaq shumë. Nuk u i tha se ai pazarin po e bënte me Epstein, pse duhet fuse njerëz tjerë në vallej. He was keeping it simple. That's it. End of story. Keeping it simple. Ai dit e bëra këtë pazar me Epsteinin, jam involvur me Epsteinin, keep it with Epstein, pse duhet bie njerëz tjerë në vallej. This and that and that. Shpa kuptim, si e shaj fjala urte e jona që kemi. E din 2 veta, është në dorë të fatit. E din 3, është në dorë të fshatit. That's it. That's it. End of story. Tani, emailët mes Elon Musku dhe Jeffrey Epstein. Në vitin 2012-2013, Musk dhe Epstein këmbyen disa emailë, ku diskutojnë mundësia që Musk të vizitonte ishullin privat e Epstein në Karaibe, i njohur si një vend ku më vonë u dokumentuan aktivitetet kriminale të Epstein. Për shembull, në një email nëntor vit 2012, Musk pyet: "Cila natë do të jetë festa më e çmendur në ishullin tuaj, zotëri?" Thot. Kjo ishte një pyetje që ai ja bënte Epsteinit, se ky Musku e ka begur atë, ish lutur jashtë mase që të merrte pjesë atje. Lëre çfarë shfaqsojnë këta dhe siç vjen shfaqësimi më mbrapa. Kjo ishte një pyetje që ai ja bënte atij, thoshte jam i frustruar, kam pas një vit shumë i ngarkuar me punë dhe dua të çfrenohem për një natë, thot. Dhe do vi me gruan time atje, ish gruan e tij në atë kohë, Tula Riley. Do vi atje me gruan, i thot Epsteini, or dale njerëti se këtu bëhen party ato që bënte P. Diddy janë mini party, këto të këtia ishin tjetër level, tjetër stad. Ke parasysh, don't worry, thot ai, se i tha ky ti do vish me gruan. No, man, don't worry, s'ka probleme tilla gruaja ime, i tha. Man, këta janë një rang janë. Po ja u them dhe njerë, s'ka për të rënë as njeri nga këta, se janë në një dhomë të tërë, janë po hedhin të një lloj party bëjnë të tërë këta. Janë në një circle. Nuk bie asnjë nga këta, asnjë, se po ran këta ra tër ekonomia e botës. E keni parasysh sa njerëz do ngelen pa punë, nuk i fut dot asnjë nga këta në burg. Harrojeni, ka marr fund ai muhabet. End of story. End of story. Në një këmbim tjetër, në dhjetor 2013, Musk i thotë Epsteinit se do të jetë në zonën e ishujve Virgin Britannic St. Barts. Gjatë festave dhe pyet nëse është koha e dur për një vizitë atje. Epsteini ofron atij dhe mundësinë që ta marrë atë me helikopter dhe ta bjeri. I'll send you, i thot, my heli. Në dokumentet tjera ka plane për një vizitë të mundshme në janar 2014, po kjo vizitë nuk ndodhi kur për arsye logjistike. Çfarë ka thënë tani Elon Musk, justifikimet e tij siç e thash dhe më përpara? Musk ka deklaruar se kishte shumë pak korrespondencë me Epstein, bla bla bla, me një fjalë. Ai thot sa ka refuzuar ftesa të përsëritura për vizituar ishullin. Musk thekson se nuk ka bërë asgjë të palishme dhe nuk ka marrë pjesë në asnjë aktivitet të papërshtatshëm. Ai nuk ka udhëtuar asnjëherë me avioni Lolita Express të Epsteinit dhe nuk është përfshirë nuk është përfshirë në rrjetin e tij kriminal. Këto ishin pak a shumë një glimsi i shkurtër që ju dhash nga çfarë ka ndodhur dhe cilët emra kanë dalë në këto
email-e që janë rilisur nga Files, 3.5 milion files që janë rilisur nga DOJ këtu në Amerikë. Ju dhash vetëm një glimt të shkurtër. Tani, për këtë do flasim sot dhe kush ishte our main topic. Sot do flasim për një histori që ka bërë bujë ndërkombëtare, por që shumë njerëz nuk e njohin detajisht. Bëhet fjalë për Karina Shuliak, partneren e fundit të Jeffrey Epstein. Tani, kush ishte Karina Shuliak? Karina Shuliak ishte një dentiste e lindur në Bielorusi, e cila u zhvendos në Shtetet e Bashkuara në fund të viteve 2000 për studime në punë. Ajo s'ka qenë personazh publik, nuk ka pas lidhje me politikën dhe nuk ishte pjesë e elitës, por ajo hyri në rrethin e njerëzve të fuqishëm duke u lidhur me Jeffrey Epsteinin. Karina Shuliak lindi në 1989 dhe kur hyri në rrethin e Epstein, ka qenë 20 vjeç dhe ka hyrë rreth viteve 2009-2010. Epstein në atë kohë kjo ka qenë 21-22 vjeç, Epsteini ka qenë 3 dekada më i madh, rreth 5-10 vjeç. Tani nuk ka detaje publike se si u takuan, por ajo hyri shpejt në jetën e tij personale dhe u bë pjesë e përditshmërisë së tij. Ajo mbeti pranë tij ndërkohë që shumë të tjerë u shmangën pas skandaleve, duke u bërë një nga figurat më të afërta në jetën e tij. Marrëdhënia e tyre zgjati rreth 8 deri në 10 vjet dhe deri në arrestimin dhe më pas vdekjen e Epstein në 2019. Gjatë kësaj kohe jetonte pjesërisht në rezidencat e tij në Palm Beach, Manhattan dhe ndonjëherë në ishujt privat. Epstein e mbështeti financiarisht dhe i pagoi studimet duke u kujdesur për familjen e saj. Personi i fundit që Epstein, dhe këtu është më e bukur, personi i fundit që Epstein telefonoi para se ishte Karina Shuliak. Kjo ndodhi natën e 9 gushtit 2019 dhe ka qenë vetëm disa orë para se ai gjendet i vdekur në qelinë e tij. Tani çfarë ndodhi në atë telefonat? Unë nuk e marr vesh njëherë si ai ka pas mundësinë që të bëj këtë telefonat në direct line sepse nuk lejohet. Ka paguar rishfete të mëdha. Ata roja dezhun që ka qenë atë natë, Piles ka pas dhe roje personale, e kam kërkuar këtë si është mundësia që ai ka folur pa recorded line, pa linjë të që i inqizojnë. Në recorded line ai ka folur në linjë direkte. Çfarë i ka thënë rojës dezhunit? Vë jetën time në linjë. Allegedly i ka thënë kam maman sëmur dhe dua ta telefonoj. Mama e tia kishte në atë kohë 3-4 vjet që kishte vdekur. Gënjeshtra me bisht, po si mund ta gënjesh? Pse ka këtë privilegjin tjetër atje që është në detention center? Se kanë asnjëri, pse ky? Well, është paguar leku madh, i kanë dhënë mundësinë që të flasi ka stile me linjë non-recorded line, por në direct line me Karina Shuliak. Dhe 2 ditë më mbrapa, Epstein ka vdekur. Dhe para 2 ditësh, kur ai ka folur me atë, ka firmosur testamentin e ri, believe it or not. Ka hapur një trust account. Ja ka dhënë emrin 1953, ka qenë është ditëlindja e tij. He named it, e emëroi mbas ditëlindjes tij. Në të thot, shiko the unbelievable story që jam me bukur. Në të thot, Karina Shuliak ishte përfituese kryesore dhe sipas dokumentave ajo pritej të merrte $50 milion cash, rezidencën në Manhattan, fermën në New Mexico, apartamentin në Paris dhe ishujt privat. Dhe një unaz, se si ishte i naf kjo, dhe cherry on top, qershia 33 karat unaz me shënimin në konsiderat për martesë. Një unaz e tillë famoze 33 karatçe e ka pasur, se mbajti mendja dhe po shikoja, 33 karat unaza, diamanten e vendosur në platin, sa mund kushtoj o vlla? Në 2011 unaza e Elizabeth Taylorit 33 karatçe e njëjta size ka dalë në auction dhe është shitur për $8.8 milion, siç e thash në 2011. Domethënë një karat ka kushtuar rreth $265.000 një karat. Herë
33 karat, 8.8 milion dollar. Unbelievable. Okej, kjo e këtyre mund të ketë qenë pak më e lirë, sepse në shitjen që është bërë në akant për Elizabeth Taylor është inkludur, është përfshirë dhe emri Saja, se s'është njësoj të blesh një unaz që e ka Altini 33 karat diamant në platin, që s'njihet fare, apo Elizabeth Taylor, se çmimi atje është drajvur, është rritur edhe për shkak të emrit të saj. Është pjesë emri, është pjesë e çmimit also. Kaq për unazën, po edhe kaq për Elizabeth Taylor, se është her name behind it. Por, thot Altini e kësaja mund të kushtoj 6 milion, se 2 milioni ka fituar ajo, është ngritur çmimi 8.8 nga që është e ka mbajtur Elizabeth Taylori. Po tani kjo varet shumë, t'ju jap edhe një glimt si një diçka të shkurtër, little info, kjo varet shumë dhe nga diamanti është earth-made, është i prodhuar nga toka, diamanti, a organik, apo është grown in labs, është i rritur në laborator, se ke mundësinë të marrësh diamante që rriten në për labs. E ke parasysh janë pak më tullut, po gjithsesi dhe ti ishte edhe i grown në labs, ti ishe ti ku tek 1.6-2 milion dollar. Even it's grown in a labs. Plus, ajo varet shumë edhe nga kualiteti i diamanteve, po se vën dyshim fare që ai ka pas top notch diamant, dhe nga prerja, po plus unazës i ka lënë edhe 44 cop diamante gur, në këto si borsetat voshkla që i kanë këta, kështu që i mbajnë në ruajtje. Like crazy man, isn't it? Gjitha të pasuri. Por, thot, gjithçka ndryshoi pas vdekjes. Ai mori Karina Shulia këto pasuri pas vdekjes së Epstein. Shumica e parave u përdorën për kompensimin e viktimave, pasi pati procese gjyqësore dhe taksa të mëdha, dhe mbi 120 milion dollar u shpërndan për viktimat. Si rezultat nuk ka prova për Karina Shuliak që ka marrë ndonjë prej parave o pasurive të planifikuara. A është akuza? A është akuzuar apo arrestuar Karina Shuliak? Ajo nuk është akuzuar, nuk është arrestuar për krime. Nuk ka prova ligjore që ka marrë pjesë në aktivitetet kriminale të Epstein. Autoritetet nuk e kanë marrë në pyetje se nuk ka prova që ka kryer ndonjë krim. Hetimet janë përqendruar te persona me prova të forta si Ghislaine Maxwell. Tani lind pyetja, ku është Karina Shuliak now? Ku është ajo tani? Vendodhja aktuale e saj nuk është publike, nuk ka raport zyrtar që ajo është arrestuar ose ndaluar. Disa media raportojnë se mund të jetë në New York, bile se kanë parë duke ecur në rrugëve të New York, në Manhattan. Mund të flitet që është në Bielorusi, por kjo nuk është konfirmuar. Ajo është tërhequr nga jeta publike, nuk ka dhënë intervista dhe nuk ka deklaruar asgjë për medien. Për mua është big asset. Duhet merret patjetër si roja që i ka lejuar të arrestohet, që ka bërë telefonatën roja Dezhurn që ka qenë atje te Epsteini. Si kjo, çfarë është folur në telefonat, duhet merret patjetër në pyetje. Prandaj dhe kjo heshtje ka shtuar kuriozitetin dhe spekulimet rreth saj. Tani se erdhëm drejt fundit, çfarë duhet t'i them? Me pak fjalë. Historia e Karina Shuliak është një histori heshtje dhe afërsie me një nga njerëzit më të errët të kohëve moderne. Një marrëdhënie e gjatë, një telefonat e fundit dhe shumë pyetje pa përgjigje. Dhe ndonjëherë heshtja flet më shumë se çdo deklarat. Dhe siç u thash, kemi ardhur në fund dhe çfarë doja të shtoja? Çfarë do t'ja të shtoja nga unë tek ju? Ja u them me zemër të hapur. Shikoni familjet tuaja. Si reagoj unë tek këto ndodhi? Marr informacionin e duhur, ndjek podcastet e duhura, vete atje tek ato my sources të get all my info, the sources e unë që t'ju bie juve këtu një informacion sa më të sakt. Por në fund të ditës ç'a mendoj, kthehem në shtëpi dhe them. Dhe kështu duhet mendoni dhe ju. A kam fut mjaftueshëm për kalamajt e mi? Si më shkoi puna sot? Merruni me hallet, me problemet që keni në familjet tuaja. Këta monstra si këta s'ka për të mbaruar ndonjëherë, ka bota gjithandej. Epstein janë pafund, Epstein 1, Epstein 2, Epstein 3, pedofila të tillë të kësaj grade dhe më të lartë ka gjithandej në përbot. Edhe një herë, po filloj nga e para, futuni familjen tuaj, shikoni familjen tuaj. A kemi buk mjaftueshëm për fëmijët?
to put food on the table for our kids. Shikoni gruan. Fëmijët po e them dhe njëherë. Maman, baban, vllan, motrën, dhe qa do theksoja komshien. Pa tjetër, do shikoni, do qeshin, komshien. Trajtojni komshin se është njeriu më i afërt që keni. Mase do ju duket kështu, po I'll break it down for, do ju jap shembull. Njeriu më i afërt, me dashurinë që trajtoni veten tuaj dhe familjen tuaj, trajtoni edhe komshiun. Është njeriu më i afërt që keni, ja u them me bindje të plot. Pse e them këtë? Of course, në radhë të parë babai, mamaja, kalamajt, nusja, të gjitha. Por do i merrni në telefon duan gjysore 20 minuta që të vinte në shtëpia juaj. Do ju jap një glimsë të shkurtër çfarë më ka ndodhur. Kurse komshia është më i afërt, i shko çfarë ndodhi. Ky komshia im këtej Billy janë 87 vjeç, 80, po të them 85, i thash një herë 85, i ngeli qefi. Bëj shaka. Jam 87 Altin, tha, po vete për 88. Unë sa po besha gati atë dite, nuk e di se ku do shkoja. I think kisha haircut appointment, mendova te berberi. Po e kam shumë afër për 10 minuta aveja dhe dola në last chance, vetëm kur shikoj në last moment, vetëm kur shikoj që më rat celulari. Vetëm kur shikoj që më rat celulari dhe ishte gruaja e Billit. Thash qa ka çne se zakonisht merr Billi. Billin e kam këtu afër dhe është dhe kryetari i fshatit ton këtu, fshati ton me drita që kemi. Është dhe kryetari si kryeplaku fshatit ton. Edhe thash çne që po merr kjo. E shikoj hap telefonin, Altin urgjent, tha, urgjent të shtëpia se Billi s'është gut, tha. I kam lënë të gjitha vrapovat e shtëpia se është like 20 steps, 20 hapa këtu, një të vajtur, një të fut direkt e shtëpia. E shikoj atë like totally red, she was like totally lost. She is like 82, ajo është një 82 vjeçe. Billi 87, e pash atë ishte, Billi s'është mirë ka rënë në banjo, me vrapte banjoa, po ke probleme këtu, po i kape ropë me dorë, nuk, i thash, ke marrë në 111, ty të morat pari, tha, urgjent në është 111, i thash, 911, po e pash atë që ishte keq, i thash, lërë se po e marrun, po se more ti, i thash, do marrun, se ndërko, vajta musha një gotujtja e pja Billit, se nuk doja dhe ta prekja, pse e preke, fillojnë gjyqet, jo e kape, jo a i vdiq kur ti e preke, men është terrifik, me këto gjëra nuk futesh dot në Amerikë, i thash asaj, urgjent 911-in. E pash që ajo kapi telefonin, i dridheshin duart, e mori 911-in, erdhën ata vinë 5 minuta i ke aty. Po kjo është ajo komshiut. I was first there. Edhe do jap dhe një glimpse kur erdhi i tek unë. Erdhën ata të gjithë, i thash e keni këtu, e keni aty, e humba appointmentin e berberit. The hell with that, ku që bëvone, ke parasysh, next day, vemi ditën tjetër, qethemi, apo ditën tjetër pas nesër, dhe e pash e ruajta derisa e nxorën për jashta, se këtu kur merr 911-in vjen të treja, vjen ambulanca, vjen zjarr fiksja, vjen edhe policia. Erdhën të treja, e morën, i thash e keni këtu te kjo dhoma këtu, i dolën anës anën, e morën, po ti kushje jo kështu, i thash vetëm asistova që këtu na për jashta, po nuk preka gjë dhe kështu, ndihmova nusen e tia. Mbajti të nesërme në vik, kthehem na puna kur shikoj Billin aty te Baçja, po mbithet ca letra like. Billin a bëre me zemër dje, i thash, ja bëra me dorë, Altin, hajde këtu, më tha mua. Vajta di, po herë, buri thash, nuk duhet ta bëj më atë, tha, kisha lënë veten, he was hydrated, like, kishte munges ujë, thash, po mbaj një bidon, 87 vjeç, mbaj një bidon, lidhe dhe dora, i thash, që të, ta kesh me vete, pina një qiku i robi, se kishte rënë, prandaj kishte rënë, nga që kishte hidratim. Pina një qiku i robi, mbaj, ti e di qa moshe e mbaj, lidhe një bidon të dora dhe kthe tërkon, pina një bidon të vogël, pina një qiku i të ish hydrated. Po shiko me Billin. Isha njerë sëmur me grip, prandaj them që ka rëndësi shumë të madhe dashuria për komshin. Dashurin që tregoni për vete dhe për familjen tuaj tregoni për komshin. Vena ime parkuar një 2-3 herë tu në drive, një 2-3 ditë isha me grip svajta në punë. Isha keq, më duket se ishte Christmas time, po ishte like më gripi keq se mora vesh qa ishte as gripave, po let's go away from that. Bub, dera unë shtrirë, qojnë për ta hapur, takon njerë nusen, a i Alden i thot, Alda, kam 3 ditë që shikoj makinën e Altinit këtu, ku është Altini? E kebra që, like, vetëm që shikon të makinën pa lëvizur, he came, he knock on the door, erdhi i ra derës dhe u interesua. Dola e takova, Bill qa bënandi, pra është kjo dashuria që duhet të kemi për njëri tjetrin. Sepse prindrit i ke,
t'japi dashuri më shumë madhe, apo ti fëmijëve, apo më the të thash familjes tënde, por komshin e ke për ditë edhe për natë. Dhe ja kam thënë atij Billit një herë, po ja kam thënë dhe këtij Jeffrit këteja. Edhe Richit që kam këtu mbrapa dhe Stefanist, me të katër këta që kam këtu jam rreth e rrotull. Open your eyes. Your neighbor, show him the love that he deserves, the love that you show for yourself, shoj të treguja dhe komshiut tënd. Dhe mos gjykoni asnjë se je wrong doing. Por shkoni drejt, mendoni për familjen tuaj dhe gjërat e mira dhe jeni në rrugën e dur. Dhe si do largohem se erdhi fundi, ju përshëndes gjithë dhe nga zëmra për gjithë dashurinë e madhe që keni treguar. Go Pets! Nga unë Altini, paçi një, mbasdite sa më të këndshme dhe cheerni për Patriotsat, New England Patriots. Go, go!